mund të qëndrojë në objektiv për orë të tëra, pra mbi 6 orë e ka kohën e tij. Më të madhe madje se A10 ose vetë 16. Pikërisht, A10 nga ana tjetër pastaj është një muskul i madh i cili të shkatrues tankesh, të shkatron në një kohë shumë të shkurtër, pra është më për operacione më precize. Kosto operative e tij është jashtëzakonisht e ulët në krahasim me avionet e tjerë dhe është i pajisur me një numër shumë të larmishëm të municioneve, që nga AGM 114 Hellfire, nga predha të drejtuara me lazer, nga GBU 12 për pastrimin e pistave që janë për shpërthim, po pikërisht bombat GBU, deri në municionet të tjera të drejtuara me precizion. Sigurisht është i lidhur me një sër pajisjesh të teknologjisë të fundit për komunikimin e tyre, siç është data linku për shembull, që lejon që të kesh një komunikim përtej vijës së vëzhgimit, pra edhe në distanca më të mëdha. Ka dhe një sistem shumë të madh të mbijetueshmërisë të tij dhe të mbrojtjes nga luftra elektronike, që nga flerët e vogla, që nga një si thosh armaturë në të gjithë vendin ku ndodhen pilotët në mënyrë që kabinën e pilotëve në mënyrë që të parandalojë depërtimin ose goditjen nga municionet e vogla, deri në mbrojtjen e vetë serbatorit dhe vetë motorit të këtij avioni. Pavarësisht se duket, thashë një herë ashtu siç është, tipikisht një avion për spërkatje bujqësore, është në gjendje që të ofrojë forcave speciale në terren një aftësi të jashtëzakonshme për të krijuar dominancën. Shpejtësia e tij është qëllimisht kaq e ulët, nuk është se ato nuk mund të përdorin një avion të lartë, por forcat speciale kanë limitimin njerëzor, që do të thotë janë grupe më të vogla. Limitimi njerëzor në kuptimin nuk ju intereson një mjet i cili lëviz me shpejtësi të madhe, por që nuk arrin të kryejnë misionin e tyre në të njëjtën kohë. Pra duhet që me të njëjtën shpejtësi që ata udhtojnë, të jenë në gjendje edhe të angazhojnë kundërshtarin, të jenë në gjendje të mbledhin atë informacion. Dhe sigurisht të ofrojmë edhe shoqërimin e mjeteve të ndryshme, por edhe për mbrojtjen e trupave në terren. Dhe këtë e bën duke pasur një mjet i cili ka aftësinë të qëndrojë një arë për një kohë të gjatë, ka një larmishmëri të funksioneve të tyre dhe të armatimit të tyre, dhe sigurisht nga ana tjetër që fluturon me një shpejtësi konstante dhe mundson gjithë municion për të mbështetur në terren. Siç e thash, është shembulli më i mirë se si një teknologji e vjetër ose edhe civile mund të themi, është përshtatur në një super avion që shoqëron forcat speciale. Dhe ndër fazat e fundit të tij po mendohet se si ta integrojnë me sistemet e droneve, pra për sulm turme, që quhet, pra që në përbërjet e tij të ketë edhe dronë të vogla që mund t'i angazhojnë për goditje turm. Redion, të falenderoj shumë për kohën. Kënaqësi.